Sigurisht, kundërshtarin e kemi analizuar, e njohim më mirë tani, kemi parë me video çfarë kemi bërë ndeshjen e parë, çfarë duhet përmirësojmë dhe çfarë kemi bërë mirë. Do të jetë ndeshje e vështirë, mund të them, pasi nuk janë një kundërshtar i lehtë, por që do bëjmë maksimumin dhe javën më të mirë për të fituar ndeshjen. Vini pas në ndeshjes shumë të mira kualifikimit në Astana dhe barazimit në Sloveni. Sa do ndikoj ky fakt në aspektin psikologjik? Mendoj psikologjikisht jemi shumë mirë pasi eliminuam një kundërshtar shumë vështirë si Astana, ishim në disavantazh në e parë një goli, ishim përsëri në disavantazh pjesën e parë ndeshjen aty dhe kishim besim që do arrijmë të kualifikonin dhe arritëm dhe do thojë që jemi shumë mirë psikologjikisht dhe në Sloveni, pavarësisht se ndeshja doli barazim, e gjithë loja do thojë ishte në kontrollin tonë dhe mendoj që mund të arrijmë. Klubi dishtohet edhe 3 lojtarë që munduan në Sloveni për shkak të vizave. Sigurisht edhe ato janë pjesë e jona, Malomo ka duhet të shumë gati, shumë nifën në ndeshjeve dhe do të jetë ndihmë e madhe për ne.